Me rastin e vizitës së presidentit francez Emmanuel Macron në Shqipëri, një grup personalitetesh të qytetit Korçës, mes të cilëve ish student të liceut francez, pedagog, artist, drejtues të pushtetit vendor dhe student, janë drejtuar me një letër. Në këtë letër, teksa renditen arritjet e këtij qyteti, kërkohet mbështetje për rihapjen e liceut francez, këtë herë me një orientim të fortë si qendër e inovacionit dhe teknologjive të reja. Vizita zyrtare e para e një kreu shteti francez në histori premton shumë për të ardhmen e marrëdhënieve franko-shqiptare. Në të vërtetë këto janë aq të vjetra sa të dobishme, saqë për fat të keq janë pak të njohura. Për ne, banorët e Korçës, një qytet që nga fundi i luftës së parë botërore deri në fillimin e luftës së dytë botërore, krenohej me pseudonimin e tij Parisi i vogël i Ballkanit. Kjo vizitë ringjall ëndrat e vjetra dhe një pritje gati shekullore, thuhet në hyrje të kësaj letre drejtuar presidentit Macron. Vetë presidenti Macron i kushtoi disa fjalë vlerësuese Korçës gjatë darkës së mirëseardhjes organizuar nga kryeministri Edi Rama, duke e konfirmuar në një farë mënyre mbështetjen për këtë kërkesë të intelektualëve. Të gjithë dinë që Republika Shqiptare e Korçës, e frymësuar nga modeli ynë republikan e shpallur në dhjetor 1916 në mbrojtjen e ushtrisë franceze, ishte tharmi i Shqipërisë moderne. Ende sot varreza ushtarake e Korçës ruan kujtimin e çmuar të sakrificës së Francës për pavarësinë dhe lirinë tuaj. Edhe në periudhën totalitare, frëngjishtja ishte gjuha e huaj që mësohej më shumë në shkollat shqiptare. Liceu i Korçës, i themeluar dikur nga Franca, ishte gjithashtu një simbol shumë i fortë të saj. Aleancat franceze, gjimnazet, liceet që përfaqësohen nga shumë profesorë këtu vazhdojnë ta përjetësojnë këtë lidhje. Grupi intelektualëve korçar shprehen në letrën e tyre. Është e rëndësishme për të ardhmen që Korça të riintegrohet në rrjetin ndërkombëtar të shkollave të mesme dhe instituteve kulturore franceze, të cilat janë edhe sot dhe me të drejtë krenaria e Francës. Autoritetet publike ne mund të dëshmojmë, po bëjnë thirrje për këtë. E dim gjithashtu se mund të mbështetemi te kryeministri dhe gjithë qeveria shqiptare. Të jeni të sigurt se kushtet e kërkuara për suksesin e një sipërmarrje të tillë sot janë plotësuar më shumë se kur më parë. Ju me siguri do të duhet të kontribuoni për këtë me forcën e bindjes dhe vullnetit sigurisht. Intelektualët e Korçës, firmtar të kësaj letre drejtuar presidentit Macron, i kanë bërë dhuratë edhe një album fotosh nga aktivitetet e liceut francez të Korçës të autorit Niko Kotheria.